Edi Rama fiton zgjedhjet e 2025-s. Edi Rama ka folur publikisht ditën e sotme, duke shprehur bindjen e tij mbi fitoren e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025. Në fjalimin e tij, të mbajtur para mbështetësve dhe anëtarëve të Partisë Socialiste, kryeministri aktual shprehu optimizëm të lartë për një mandat të ri. Transformimi i Shqipërisë është vetëm në fillimet e tij, deklaroi Rama. Projektet që kemi nisur kërkojnë kohë dhe vazhdimsi për të dhënë rezultatet e plota që populli shqiptar meriton. Në fjalimin e tij, kryeministri Rama theksoi arritjet e qeverisë së tij, duke u përqendruar veçanërisht në transformimin e Shqipërisë si destinacion turistik. Kur ne morëm drejtimin e vendit, Shqipëria ishte një vend që turistët e shmangnin. Sot, jemi një nga destinacionet më të kërkuara në Ballkan dhe Europë, tha Edi Rama. Rama prezantoi edhe statistika krahasuese, duke pretenduar se qeveria e mëparshme ka mbajtur vetëm 30% të premtimeve të tyre elektorale, ndërsa qeveria e tij ka realizuar rreth 65% të angazhimeve të marra. Nuk pretendojmë se kemi qenë të përsosur, por shifrat flasin vetë. 2/3 e premtimeve tona janë bërë realitet, ndërsa paraardhësit realizuan vetëm 1/3, shtoi Rama. Kryeministri përmendi gjithashtu projekte infrastrukturore, digitalizimin e shërbimeve publike dhe reformat në drejtësi si arritje kryesorëve të mandateve të tij, duke premtuar se këto reforma do të thellohen dhe zgjerohen në mandatin e ardhshëm. Viti 2025 do të jetë një votë besim për vazhdimsinë e transformimit të Shqipërisë. Populli do të zgjedhë mes kthimit prapa dhe ecjes përpara, përfundoi Rama fjalimin e tij. Ndërkohë, partitë opozitare kanë kritikuar deklaratat e kryeministrit, duke i cilësuar statistikat e paraqitura prej tij si të pasakta dhe duke pretenduar se situata ekonomike e vendit nuk pasqyron arritjet e pretenduara nga qeveria aktuale. Po ju, çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.